Roka, e themeluar në shkurt të vitit 2000, rëndësi të veçantë i ka kushtuar edhe stafit, që përbën një nga asetet më të veçanta të biznesit. Ai ndikon drejt për drejt në funksionimin, performancën dhe suksesin afatgjatë të optikës. Punonjësit janë motori kryesor që siguron cilësi shërbimi, efikacitet dhe krijim të një përvoje pozitive për klientët. Normal që fillimi ka qenë i vështirë, kanë qenë situatë krejt tjetër pas luftës, furnizimi ka qenë shumë më i ngadalshëm, kemi duhet me prit shumë më tepër për gjamat kur kena bërë porosin. Për shembull, kem gjamat e progresivit, tash ne i bojmë brenda ditës për nesër, ose mas shumë të pret një javë. Stafi në fillim e kemi pas një staf shumë më të vogël se kemi filluar nga A-ja, po me kalimin e kohës kemi zhvillu më tepër, i kemi bë edhe këto 2 pika në Gjakov, që kemi pikën 1 dhe pikën 2, ku kryen gjitha shërbimet, janë të dyja me ordinanca komplete për përcaktim dioptrisë, por krahas asaj edhe për shërbime tjera, domethënë vizitat që bëhen te klientat, matja shtypjes, shiqimi i vizionit, mandej e kemi trupat e huaj mund të heqin, mund të bëjmë mjekimin e smundjeve të ndryshme, shka mund të bëhet në mënyrë ambulantore, kuptohet, jo ato që janë hospitalike. Ka shumë gjëra që mund t'i bëjmë këto. Kur thash te stafi ka është shumë i rëndësishëm, se ato që mjeku e përcakton duhet mi përcjell stafi. Edhe kur bëhen ato për zgjedhjet, ato edhe këto gjithmonë duhen me i kompletu. Rruga e kompletimit punës deri në fund, derisa kur punon edhe syzet në fund, edhe atëherë klienti më na dal gjithmonë i kënaqur nga këto. Tash kemi një staf normal më të madh, se kemi 2 pikat. Një kohë kemi pas doktor Ermal Diden, që na vinte në atë pikën tjetër, me qenë se unë mbasi kom filluar në këtë pikë, nuk kam lëviz këto. Se tash më vjetër më kanë lënë mos më endre. Kurse atje ka punu doktor Ermali 2 herë në javë, pastaj një kohë ka punu edhe 1 herë në javë, po prej vitit ri vet e ka ndërprej. Por tash e kemi edhe një doktoresh që na ka ardhur, një specialiste e re, është doktoresha Lisa, që është shumë e mirë ardhur për ne, është një eksperte e mirë, kështu që jemi kompletu edhe me doktoreshën. Teksa e fton, doktoresh Lisa të bashkohet, Nzume ka pyetur atë në lidhje me përkushtimin maksimal në këtë profesion. Leksionet më të mira ajo i mori në Optika Roka, pikërisht nga doktoresha Shukrena. Unë jam shumë e fatë që kam doktoreshen Shukrena Roka, gjithashtu edhe dua ta falenderoj gjithë Optikën Roka, stafin dhe doktoreshen. Është një mbështetje shumë e madhe për mua dhe një motivim shumë i madh që ma kanë ofruar mundësinë për punë, edhe sidomos që kanë besim të unë. Çdo ditë, domethënë, është e gatshme në çdo kohë, në çdo moment që ta ofroj dijen e saj edhe përvojën e saj shumë vjeçare. E duke ditur që jemi në një fazë të jetës dinamike, ku çdo herë e më shumë, kompjuteri dhe telefonat po përdoren pa kontroll. Lisa Qurdina ndon me shikuesit e Zoom disa gjëra interesante, e madje na jep edhe këshilla. Këto telefonat, kompjuterat, sa kanë lehtësu jetën me një farë formë, mundemi me thonë, me dhe në anën tjetër po e damtojnë shikimin shumë, sepse qëndrimi gjatë pranë telefonit, me telefon ose në kompjuter, po i damton sytë, sidomos tek fëmijët, po shfaqen pengesat në të pamër, do me thonë miopia ka fillu është në rritje tek fëmijët, pra ka nevojë për, janë më shkurtpams, ka nevojë për syza që të bartin. Pastaj, kur shikojmë gjatë telefonin dhe kompjuterin, atëherë sytë e ullet ajeritmi, do me thonë një hapjes edhe mbylljes së syve, sytë janë më të hapur, dhe kështu vjen deri tek humba ajo lagështia e syrit, që me thonë që ndodh në kushte normale dhe syri bëhet më i thatë.
Pastaj janë pengesa tjera që kanë, si për shembull, kanë vështirësi në koncentrim, lodhje e syve e shumt.